Bashkësia Evropiane në këtë fazë, unë mendoj që seriozisht e ka pak një farë lloj luhatje në vizionin e saj. Kjo është përshtypja e. Nëse shihen diskutimet e përgjithshme politike para 4 vjete, është folur për zgjerimin, për demokracinë, për lirinë, për drejtësinë, për zhvillimin e gjithëbashëm ekonomik. Sot çka folet? Folet për militarizimin, fuqizimin e shteteve nacionale, sigurinë si rrezik i jashtëm. Dhe këto çka po bojnë që Evropa për momentin është duke zhvilluar politika aktive për me e zgjeru veten edhe në këtë pjesë të Ballkanit, apo ja ka nisë me mendu qysh me mirëmbajt veten. Dhe shihet që për momentin kuadër të Evropës është një influencë e madhe e Francës edhe Gjermanisë, pas daljes edhe të Britanisë madhe prej Bashkisë Evropiane, pothuajse këto janë 2 shtete që janë duke influencuar në mënyrë më të madhe Bashkësinë Evropiane ose Unionin Evropian. Këtë rrafsh edhe Italia ka një rol shumë të fuqishëm, por këto 2 shtete, Gjermania dhe Franca, duket që e kanë një farë primatin kuadër të Bashkisë Evropiane. Këto 2 shtete, nëse ndodhin ndryshime të brendshme, çfarë reflektimi do të kenë pastaj në këtë organizim ndërkombëtar ose në këtë organizim të Unionit Evropian. Mendoj që ka sfida, na si Kosovë duhet me pas idenë e qartë për antarësimit, por gjithmonë duke pas parasysh që është e nevojshme dhe fuqizimi brendshëm.